Mbrapa meje ndodhet bosko vertikale, që përkthehet shqip pylli vertikal dhe është emërtimi i këtyre dy kullave që janë shumë të famshme, të cilat kanë integruar gjelbërimin në lartësinë e një objekti shumëkatës dhe pikërisht pylli vertikal. Është një projekt i realizuar nga Stefano Boeri, një arkitekt i emri të cilit është shumë i njohur dhe për publikun shqiptar, me projektet e tij urbane, me projektet e objekteve në Tiranë, por ajo që nuk është në Tiranë është realiteti që këtu realisht janë integruar gjelbërimin nëpër objektin shumëkatësh. Ne në Tiranë jemi mësuar të shikojmë foto nëpër rendera, jemi mësuar të shikojmë premtime për shtimin e gjelbërimit, sa herë jepet një leje që po i merr në të vërtetë hapësirën e gjelbër qytetit, dhe ato shërbejnë vetëm si propagandë për ta pranuar uzurpimin e tokës publike nga qytetarët dhe për të pranuar heqjen e ajrit dhe dritës së diellit nga shtëpitë e tyre. Duke premtuar se ne vërtet po heqim një sipërfaqe toke, por ne po shtojmë gjelbërimin për qytetet. Ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. Dhe ju them dhe pse nuk mund të jetë e vërtet. Ky nuk është një shembull që mbasi ka kaq sukses të jetë realizuar gjithandej nëpër Milano, jo. Dhe ka një arsye shumë të thjeshtë, që nga struktura, nga mënyra se si është ndërthurur bimësia, që janë seleksionuar bimësi që të rezistojnë kushteve në atë lartësi, mënyra e vaditjes, sistemi i mirëmbajtjes i vazhdueshëm, ndodh një ashensor në majtë të kullës me të cilën stafi bën mirëmbajtjen që s'mund të bëhet nga brendësia, dhe banorët që jetojnë aty kanë shumë fare pak punë me gjelbërimin. Pra është një investim shumë serioz dhe me kosto të vazhdueshme mirëmbajtje. Por nuk është një projekt i cili është alternative qëndrueshme për zvendësimin e bimësisë në tokë me atë në vertikalitet. Ka kosto shumë të larta ndërtimi, kosto shumë të larta mirëmbajtje. Prandaj në Tiranë ne për fat keq shikojmë vetëm rendera të bukur, shikojmë hapësira të vazhdueshme që i merren qytetarëve dhe gjelbërimi që paksohet me premtimin propagandistik që po rikthehet ai në lartësi.